Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 13, muaj është i 6, e shtunë mbrëma këtu në Tetov, viti 2026, pak para mesnate. Dhe, dita është ajo të cilën e bën njeriu që natën ta pret pak më të qetë, nervoz ose të pagjumt. Por, situata në shtetin Am, unë flas. Ju çfarë doni mendoni, as që më intereson. Pra, çdo njeri ka të drejtë të shfaqë mendimin e vet dhe urdhroni. YouTube-ja ka hapësirë, Tetova ka hapësirë, portalet kanë hapësirë, shkruani, Facebook-u ka hapësirë, çfarë doni. Edhe mut me qenë shteti Am. Mu më vjen i ëmbël si Mesut Shabani. Nuk e di çfarë janë katandisur, janë ngritur të gjithë në këmbë kundër shtetit shqiptar. Kundër shtetit. Shteti shqiptar ka kufit që nga viti 1912 dhe nuk guxon askush t'ia prek. Të gjitha prallat e tjera për të ardhur në pushtet janë të iniciuara sipas asaj që kam informata kam boll. Dhe kush je ti, më thot njëri sot, një muhabet të mi tregosh, a na trego kush je ti, them që të tregoj se për nga informatat unë kam. Kush je ti? Mundo, bën. Harxho dhe ti si unë këto 40 vite miliona euro, marka, dhe do vish të informatat. Gati, tash. Pse të vaja? Pse t'ja vlen gati informatat? Pse t'ja Mickovskit gati informatat? Pse t'ja në një ambasadës gati informatat që janë të interesuar? Për nga? Punët e mia, aftësia ime, apo mos aftësia ime. Nësë rej, koha do të regoj. Nëse flas vërtetën, atëherë do e difishoj besimet e juaja. Pra, nuk është ashtu. Çdo njeri krijon pamjet dhe bindjet sipas asaj vetë si i parasheh, i parandjen dhe nga ajo që di përcjell dhe nuk mba anshmëri. Pra edhe një herë përpërzit. Shteti Am, Shqipëria, dhe mund me qenë mund të vijë i ëmbël. Pra, sado që ka vërtet edhe naiva që marrin pjesë, por ka edhe të paguar. Kur sot unë kam parë në për shumë portale këtu në Maqedoni, në për shumë rrjete sociale në Maqedoni, a e di, jetojnë në Tetov, ku është zemra dhe nëna e vakive të gjitha gjërave, Edi Rama, e thëm edhe njerë, e tha Tetovën e përmendi, por, sipas gjitha gjasave, ajo ka të bëjë edhe me Maqedoninë përgjithësi. Kush tha se shkupjan nuk ishin atje? Full, i pyet sot Tetov këta që kanë qenë disat këtyre ditë, po dhe tha, kemi shku, tha, andej, rreth e rrotëll Garrug dhe e Kombi. Okej, pra shteti shqiptar nuk ka vë barriera në kufi se ti mund të hish, ti mund mos hish. Urdhroni, shteti Am është, i hapur për gjithë shqiptarët. Shoqëri që nga 92 pa marrë parasysh gjitha të llovira. Kufit nuk guxojnë t'i preken, por është çështja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në këmbë janë ngritur të gjithë armiqt edhe të shqiptarëve dhe të Amerikës. Dhe a dini çfarë bën sot Maqedonia? Për shkak se u vonuan shumë këto të vlenit me Mickovskin dhe Nikolovskin, me autostradën Bllatë-Shkup, le të bëjnë, ja urdhoni bënë. Për 3 vite, oni bëni për 3 vite. 270 milion euro. Por, deklaratat që i dha Nikolovski, vërtet janë tepër të dhimbshme dhe janë shqetësuese. Tha, po hyjmë në foli për tunele për atë dhe po shumë shpejt do lidhim me autostradën Malizi, Kosovë, Maqedoni. Pasi të gjithë e dinë se në për Serbi ma ajo autostradë shumë problematike dhe jetë në të ardhme. E këta, tash, në emën të asaj, këta e bëjnë të vëmërët e përmes, që të arsjetojnë para elektoratit dhe vetë, se neve do e dëmtym shtetin shqiptar me turizm, sepse tash do ja futim Shkup, Kosovë, Malizi. Bëni, kur shumë dalën, bëni. Unë isha në vitin 2014 isha në Amerikë falë. Dhe gjitha të rrugë të ndërtuara, dini kur bëhen rrugët? Kur është papunësi e madhe, kur është krizë e madhe ekonomike, atëherë plani Marshall funksionon. Hajde bëni. A më ta bëni? Jo miting.
Bëni, kur kush të ndalë. Mirë po, u kam thënë dhe po e them edhe një herë, mendimin tim, u kam përcjell edhe së departamentit, unë s'jam kërkushi, por u shkruaj. Atë që duhet të bëjnë partitë politike, nuk e bëjnë, sepse Mickovski i mban në plumb. E dini si ishte ajo fjala popullore? A më mirë, sorën dorë apo plumbin që fluturon? Më mirë sorën dorë. Se atë e ke, asaj mund t'ja presës kokën. Dhe, vim deri tek ajo. Në Maqedoni, ka një rrymë mjaft interesante politikë bërse shqiptare. Edhe Aliameti heshtën, për atë e trova këtë ama mirë. Sepse sa herë që Mickovski thotë do kemi zgjedhje të reja, këta heshtin. Nuk e sulmojnë. Flasim më për vlenin e tutën. Dhe e bën çfarë do. Budallaki më idioteske politikë bërse sa të që tha Nikolovski sot do të dëgjoni pak më vonë se po e hapim tash një korridor të ri. Maqedonia do hap ka korridor të ri me Kosovën dhe Malin e Zi. Vetëm më kalohet nëpër Shqipëri. Kjo tregon gishtat e gjatë të asaj që ndodh në Tiranë. Çfarë ka mundë si Mesut Shabani përzihem në shtetin shqiptar? Çfarë ka mundë si Mesut Shabani përzihem në shtetin e Kosovës dhe Albin Kurti më njëherë thotë përzihesh, për atë them. Mirë po, unë kam të drejtë ta shpreh mendimin tim lidhur me situatën, kam të drejtë ta shpreh mendimin tim lidhur me Kosovën, ama më dhe mu Shqiptaria këtu ku jam, në Tetov, në Maqedoni. Dhe këta ikin gjithë kësaj me problemet, po nuk do zgjidhet, këtu do e kemi, shumë shpejt do e kemi një njëjtën situatë, edhe më keq. Vend shqiptarët të ngrihen këtu të kundër Bilal Kasamit i cili po shet me urdhër të dikujt, tokat të cilët duhet të kthehen, mirë po, denacionalizimin nuk e kanë njohur të gjithë njerëzit. Por ka një rregull në të drejtën civile. Një herë një drejtë e fituar është për herë. Këtë Bilal Kasami nuk e di. Nuk e di, se është analfabet. Në gjitha gjërat, edhe në ekonomi edhe në çdo gjë. A dini pse? Sepse lëndët civile, ta zonë, vjen njëri ta zën të rrugën atje të hymja, nuk kanë afatizim. Vetëm Maqedoni që po ndodh, askund në botë. Kur do vijë një demokraci, kur do hapen sërgjitoset, Bilal Kasami nuk e kerë më në Maqedoni. Dhe të tjerë. Por, e fillova dhe të përfundoj. Gjithë ato që i kam parë sot si shkrime, Alamet në thojza intelektuale dhe i bin shtetit shqiptar. Edhe mut me qenë mund vjen i ëmbël, sepse është shteti am. Ai për kujdes edhe më mbron gjërat më elementare, mua si shqiptar në Maqedoni, shqiptarit në Kosovë dhe kush e bëri shtetin e Kosovës? Pralla për natën e mirë. Albin Kurti e bëri. S'keni qenë ju pjesë e UÇK-s dhe nuk e dini. Nga hinën gjithë ato armative, pa marrë parasysh keqpërdorimet që kanë bërë shumë komandantë të UÇK-s. Kanë bërë, edhe këtu në Maqedoni. Për Ali Ahmeti nuk ka shansa të vijë se ka gërdit. Dhe del tash thotë do bëhem do të rriqem. Problemi i yt është, unë i kam thënë publikisht një fytyrë. Ti je i fundit ai i cili duhet ta fik dritën. A do shkosh tash, a do shkosh i fundit je, njëri që vendos. Dhe mendon se tremën dikën ja. Në vend që të merret me ato ta shëlmojnë Mickovskin drejt për Severiti, ata merren me autostradën e bën para 2 viteve se bën. Pse se bën? Pse 2 vite patët. 22 vite patët. Bujar Osmani, 22 vite. Ilir Hasani tani mos dele ishte do t'ja palloj një muhabet që do Espetiti fali pa kënë të varshe edhe familjen e tij. Nuk është edhe ai bash ashtu siç tregohet. Ka njerëzit dosje tjetër, po që nuk ta thuaj. Për çdo njërin ka një dosje populli. Lirë ato që bëjnë propaganda vetë. Dhe ka bevasur sot, kanë bevasur sot shumë tetovar, shumë shkupjan, shumë edhe miqtë e mi është kanë filluar më mos i thras. Shteti am edhe mut let jetë për mua është i ëmbël. Ëmbëlsirë është. Kret bëjnë politikën e Iranit këtu. Kret të pa punë, pa aftë dhe është shumë keq kur dikush t'jep para.
E njëri tërlifa restoranesh ka mbahet akademike, e tjetri kas ka qenë në kone e LSDM-s dhe BDI-s mbahet akademike, e tjetri me mija libra boton. Prej nga ju i morë gjithë ato lek, po shteti i lejon. Ja po e tërgoj një fshetësi. Kur isha korespondent i RTS-s për Maqedoni, më mori një njeri shumë i madh i PD-s dhe më tha, dëgjo, interesi i shtetit shqiptar është që ti të bësh më tepër intervista lidhur me Bektashian. Sepse musliman sunit janë kokëfort, është po unë jam musliman sunit. Po tha, vazhdo. Dhe ndalesh e mendohesh me njërë. Pse? Pse gjithë kjo urrëtie ndaj muslimanizmit tradicional? Ndalin me njerëz mendoheni. Ndalin mendojnë. Anëse ai atje e rrotullon në nazën në emision. Më shkruan njëri prej ndërkombëtarëve. Shiko si rrotullon. Mirë, tash nuk e kuptoj. Tha, edhe unazat kanë gjuhën e tyre. I dërgon dikuj porosi se aty jemi, po. Aty ja arritëm qëllimin. Okej, problemi i tij. Por problemi edhe i shqiptarëve Maqedoni, sepse veprimet e tij apo mosveprimet e tij, lëshimet dhe bëjnë dëm gjeratave të ardhshme, atë insiston bloku maqedonas. Që ne të vim në realizimin e të drejtave tona për 20 vjet apo 30 vjet me vonesë. Ata të shkojnë përpara. Po s'u shkojnë përpara sepse këta e kanë vjedhur pushtetin krejt vëmëroja. Ku janë për 3 vite 15 miliardë euro? Ku janë? Ne nuk i shohim se janë të investuar. Okej, nuk është okej. Por, unë ndalem pak të Edi Rama. Nuk jam në ekipën e tij, por mendoj se shumë çka është e fryrë. Pra, në vend që të plasin shumë afera dhe BDI-ja ka gisht aty, sepse janë të pakënaqur disa qarqe të BDI-s me Edi Ramën, sepse ata kanë pritur që minjëherë Edi Rama ta merr telefonin Mickosin dhe thotë, largoj këta. A që ka bërë? Dhe. Po, do nxjerri me zëta dhe gjoni, kishim edhe mbrëm, por edhe sot. Vërtet e shënqese kjo, vërtet e shënqese çka po ndodh me shqiptarët. Dhe hallin vërtetën më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni nga anullimet e rezervimeve për shkak të protestës, forca të ndryshme hedhin në bulevard Gurët, deri nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshehin dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derë në bulevard prurje dhe kënetës vetë, krysh shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka. Po ledhin lajka. Okej, ky ishte Edi Rama. Protestuesit edhe sonte mbledhen në numër të madh në Tiranë. Dhe unë kuptoj shumë çka, por nuk e kuptoj një gjë. Një gjë vetëm nuk e kuptoj. Pse përzihen shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës në Shqipëri? Merrni me njerëz keni, dilin protestoni kundër Bilal Kasamit, i cili e shet atë që nuk u ka kthyer gjysmës të tetovarëve pushteti me nacionalizëm. Thotë njëri, po mbas e kanë marrë dhe një lek. Oni nxjerrë dokumentat se kanë marrë lek. Aty shumë pastër shkruan sepse në historiat si ka ardhur deri te prona e shtetit që është bërë MV. Pse në çdo propozim të saj Bilal Kasami nuk e nxjerr historiatin si ka ardhur deri te komuna? Këtë duhet t'ia kërkon. Që tokat e njerëzve të cilët vdiqen duke thënë vdiqja sy hapur për mallin e babait tim. Pes paras për ti. Por, Komuna e Tetovës, sot, në vërtet ka pranuar një donacion nga SHPK Amazon Projekt, edhe atë për punë të bëra, për zgjerimin dhe tamponimin e rrugës Tetov-Vllaç, Selzvic, në vlerë të përgjithshme prej 12.991.000 denar, që kap shumë rreth 78.000 euro, më duket. Jo, nuk e di sa ka të falni për shumën. Me të vëshë të llogaritur, qëllimi i donacionit është 212.000. Tash e gjeta. Llogaritë qëllimi i donacionit është përmirësimi i qarkullimit të ETS-së si dhe parandalimi i shpërnguljes. Pra,
ku ka më mirë se komune tash edhe bankë për në do i rruj këtë pare, rini ratë, të hynë, për hynë si mbas asaj që më thanë këto këshilltarët që janë kundër, nuk po hynë nëpërmes zyrollogarisë, po hynë nëpërmes asaj që thohet cesio. Autorizohet kryetari i komunës të lidh kontratë me ofruesin e ndërmjetësimit me cilën do të rregullohet qëllimi dhe mënyra e shfrytëzimit të tij. Çfarë nuk do të dëgjosh? Tu ka vend. A dini pse nuk funksionon shteti? Sepse nuk funksionon prokuroria, nuk funksionon gjykata dhe policia. Unë bëj një kërkesë dhe këtyre ditëve do e bëj edhe publike, sepse ashtu ka thënë disa qarqe, do e bëj publike, se si prokuroria nuk ka reaguar ende për atë që e ka thënë gjykata kushtetuese në muajin maj. Ende nuk ka reaguar. Nuk e di a kanë hapur lëndë, unë e kam bërë kërkesën, do shkoj dhe të shoh. Do shkoj deri në fund. Do shkoj në gjykatën e Strasburgit. Nëse është patjetër njerëzit kanë vdekur si hapur për pasuri dhe pronë, që merrishet njësesi gjithë Maqedoninë lindore dhe deri flasim rëm, 1 milion nga Turqia ka shkuar nga këtu. Po atyre 1 milion ato kanë lënë pasuri këtu. S'kan mund të shesë brenda natës. Hajtë që pas kanë marrë, një 10%, 90%, po pse atje ku është diku në Reçicë të madhe nuk dalin të protestojnë të Reçicës për ato 14 shtëpi që do i bëjë Bilal Kasami, komuna që do i shes. Unë sa e mba mend, linda dhe ja do vdes, ajo shprastina ti ka qenë. Dhe tash ky merr guximin baba. Zoti do merret me këta. Pra, gjithandej vetëm ngulitjet e shqiptarëve. Po, u thash dhe do t'u sjellë edhe tash se si Nikolovski e hudh krejt diku tjetër. Nuk investoj, unë i kam shkruar te departamenti, i kam shkruar. Ata s'përgjigjen. Kryesorja ka një informatë për Nikolovski, se është më antishqiptare deri tash. Tash ai për ta mbuluar këtë, ja, shpejt pas kanë marrë disa para nga disa banka ku drejtori që ka turk, dhe DB kanë tash, shumë rregull. Edhe unë jam kundër Behtelenkës, pse e morët? Artan grupi, shtinë hapsi, jo ta mbanin Talironi tash. Veç kanë filluar që ja bëjnë kobin se do e bëjnë prap kriminist, zëvendës kriministre si diçka. Nuk mund të vijë një skenë politike më. Usos punë e ti. Njerë mësus për herë mësus, njerë pop për herë pop. Njerë në vec për herë në vec. Kështu është metodologjia këtu. Ta dhe gjejmë Nikolovskën se çfarë thot për autostradën Shkup-Vllac dhe pastaj këta do vazhdojnë kanë për Malë të Zi. Marrëveshje Kurtit, si thajmë në Mickovski dhe i Malit të Zi. Poštovani prijatelji, Në dëm të shqiptarëve. imаме izvedba na nov автопат. Bravo. Во текот на ова лето ќе почне да се гради автопатот Скопје-Влац. И сакал да информирам јавноста дека на денешната средба со директорот на Европската банка за обнова и развој бевме информирани дека е завршена постапката за избор на изведувач за изградба на автопатот Скопје-Влац. Избран е конзорциум предводен од компанијата Гранит. После подолг временски период, една домашна македонска компанија ќе гради голем инфраструктурен проект. Кога ви беше Груевски, kur ishte Gruevski, pse nuk e bëri Gruevski firma që na se po mori kinezët? Што мислам дека е голем сигнал за целиот градежен сектор во Македонија и е голем сигнал за целата држава дека можеме да градиме големи инфраструктурни проекти. Проектот Скопје-Влаца е исклучително комплициран проект. На него имаме 5 тунели, имаме 2 галерии, 12 мостови или вкупно околу 40 објекти заедно со помалите објекти. Тоа е еден голем инженерски потфат, голем градителски потфат. Но ќе докажеме дека како држава можеме да работиме големи проекти. Планирано изведувачот да го заврши овој проект во рок од 3,5 години и за најдост на 3,5 години да имаме автопатско поврзување од Скопје до Влаце, односно од Македонија до Косово и до Црна Гора. Овој Ajde edhe një herë. проект во рок од 3,5 години и за најдост на 3,5 години да имаме автопатско поврзување од Скопје до Влаце, односно од Македонија до Косово и до Црна Гора.
Ovaj koridor je isključivo značajan zato što Makedonija ја поврзува со Косово, но и со Црна Гора. На дневна основа многу патници поминуваат по него, а со поврзувањето и со Косово и со Црна Гора се отвора уште едно пристаниште за македонскиот бизнис. Pra, kryesorësh nuk do kalohet nëpër Shqipëri. Okej, shteti ka vendosur. E çfarë bën partitë politike shqiptare? Merren me veten. Edhe Bilalli, sepse njerëzit e Bilallit dalën shkruajnë. Unë kur e ka thënë Edi Rama, shpresoj se Shishi, Shërbimi Informativ Shqiptar, ka informata. Dhe më ka ardhur mirë që ka reaguar edhe ambasadori shqiptar, sepse kishte shumë muhabete se ai nuk do e bëj gjatë në Maqedoni, pra Denion Mejdani. Pa marrë parasysh të gjitha ofendimet që ja kanë bërë, posaçërisht rrjetet sociale në gjuhën maqedonase. Çfarë nuk i kanë thënë? Ama çfarë nuk i kanë thënë? Dhe mirë që nuk ka reaguar ai, por e sjell tamam është sjell si gentleman dhe politik bërës i madh. Pra, ai tha kështu sot. Hajdeve, respekt. Ai tha sot shumë. Ata që jetojnë në shtëpi prej xhami, nuk duhet të hedhin gurr. Disa kanë një talent e veçantë, sa herë flitet për individ që në petkun e patriotizmit, ambientalizmit apo ekspertizës u shërbejnë agjendave të caktuara, vetë ofrohen më njëherë se të akuzuar. Nuk e di pse e marrin kaq personalisht, ndoshta sepse këto di vite kanë qenë ndër arkitektët ose draftuesit apo promotorët politikë të interpretimeve të shtrembruara dhe zgjedhje gjysmake që kanë dobësuar të drejtat. Pra, që pretendojnë që i mbrojnë, ndërkohë që dihet kujt agjende po i shërben, sigurisht përveç interesit personal. Para se të flasim për komplote dhe teori të mëdha, ndoshta duhet të flasim pak për bilancin e tyre. Për këtë edhe më tepër lexova. Ne, posaçërisht në Tetov, ta që shkruajnë kundër dhe gjërat mbahen patriotat ndih. Mos themi se gati shumica e tyre janë fëmijët e ish-pushtetarëve të komunizmit. Pra, para se të flasim për komplote dhe teori të mëdha, ndoshta duhet të flasim pak për bilancin e tyre. Jo çdo kritikë është sulm, jo çdo vetë viktimizim është argument, jo çdo titull është kontribut. Ka ra pikës mbi. Dhe, çdo gjë është e mundur, është një reklam skopska. Çdo gjë është e mundur. Çdo gjë. E dëgjuat çfarë thotë ky, vetëm që se ëndër tavolinë. Dhe, derisa në Tetov këtyre ditë u bë potere e madhe lidhur me atë ku mbetën trotinetat, Komuna e Manastirit apo Bitolit ka ndarë këtyre ditë rreth 5 milion dinar për bicikleta elektrike, ala dhe më mirë. Por ndëgjoni, pritni pak. Nda për bicikleta elektrike. To e rreth 78.000 euro. Dhe e bën publike. Jo si Bilalli. E gjeti operatorin, pastaj e tha se komuna po, okej. Dhe, do e lëm. E dini sa është huazimi? Me çmime simbolike, 30 denar. E hajde tash, hajde. Kush është në funksion të popullit? Bilalli? Apo Komuna e Manastirit? Pa marrë parasysh se vëmëroja ai të gjitha argjimet. Atëherë bën edhe ju një komunë. Okej, nuk është okej. Pra, si tallje mos i kallzoni. Dhe në të që quhet presidenti amerikan Donald Trump, mbrëm, në vërtet sonte, doli me një deklaratë, thotë është arritur marrëveshje paraprake për ndërprerjen e luftës ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, dhe e cila do të nënshkruhet sot të dielën në Pakistan. Dhe Irani thotë jo, ne nuk kemi asgjë gati. Okej, nuk është askush. Unë i them të një gjë. Trump po tallet. E ka fituar luftën, por pret disa gjëra të tjera. Ja, dal nga dal po zbulohen të gjithë. Nuk është okej, por nëpër Shqipëri vazhdojnë protestat, por edhe kundër protestat, sepse dëgjoni se çfarë thonë në Vlorë. Prezident Sallakis traditional sirene so visok procent na proteinë. Nisko të dërgjina na mliçni maski. Reklama. Sezoni turistik në Vlorë ka nisur pozitivisht me rritje prej rreth 13% gjatë muajve mars, prill dhe maj. Megjithatë,
Ditët e fundit operatorët turistik dhe strukturat akomoduese kanë raportuar shqetësime dhe anulime rezervimesh nga turistë huaj. Sipas kryetarit të operatorëve turistik të Jugut, Vasil Bedinaj, turistët kanë shprehur pasiguri për shkak të zhvillimeve të fundit në rajon, duke ngritur pikpyetje për sigurinë e destinacionit. Ditët e fundit, jo vetëm në disa struktura, por në përgjithësi në shumë struktura në qarkun e Vlorës, ka marrë telefonata nga bashkëpunëtorët e mi këtu në Vlorë, pyetje, anullime nga turistët që kanë pronontuar për të ardhur në Shqipëri, kanë merakun se mos ngelen në Shqipëri, kanë ndodhur në linjën e mesme, Po pra, këtë kush do e paguaj? Unë po t'jes se këta familjarët u vi një ditë këtyre protestues. Hajde, çfarë të keni në përgjep nxirrni? Çfarë të keni në përgjep? Xhepa nxirrni. Dikush duhet t'i paguaj dëmet e këtyre që të shkretet. Mezi se presin një sezon dhe asgjë. Në Maqedoni vazhdojnë përplasjet VMRO LSDM. LSDM-ja thot, mosmarrëveshjet historike në Bullgari nuk janë kusht. Dhe këta tash arsetohen kinse janë kushte marrëveshjet e reja. Pas qëndrimeve të presidentes Gordana Siljanovska-Davkova për integrimin evropian të vendit, ku sipas saj Maqedonia duhet të përqendrohet në reformat dhe kriteret e Kopenhagës, për kreun e LSDM-s Venko Filipçe janë teza që LSDM i ka mbrojtur prej kohësh. Sipas Filipçes, mosmarrëveshjet historike me Bullgarinë nuk janë kusht për negociatat me Bashkimin Evropian, por çështje bilaterale, ndërsa procesi i integrimit duhet të bazohet në reformat dhe kriteret e Kopenhagës. Ai thotë se reformat nuk e rrezikojnë identitetin maqedonast, duke akuzuar kundërshtarët politik se po e përdorin këtë temë për propagandë dhe për izolimin e vendit. Për herë të parë dikush nga VMRO publikisht thot atë që ne si LSDM edhe në frontin qytetare përsërisim prej kohësh mosmarrëveshjet historike me Bullgarinë dhe puna e Komisionit Historik nuk janë pjesë e kushteve për negociata me BE-n. Kjo është çështje bilaterale, jo kusht evropian. Ne vazhdimisht sqarojmë se reformat dhe kriteret e Kopenhagës janë kërkesa evropiane, jo çështje bullgare dhe janë Po pra, po, shumë pastër është. Është një fjalë popullore shqipe thotë, ka tundi që duket nuk do kallaus. Ja se si Bilali arsetohej dhe të gjithë komunjarët, kryetarët e komunave ku janë shqiptarë, nuk kemi buxhete, nuk kemi ata. Pse nuk ka buxhet? Mbi 13 milion euro të ardhura nga qiradhënia afat shkurtër. Pse? Dylime dyqaneve krede, nëse ka dhënë 500 euro, në mujt i bie 10% që se 50 euro, mbledhja. Dilni, pse se bëni këtë? Çfarë pritni? Çe pare? S'ka pse të reagoj. 13 milion euro të ardhur nga shkupje është rekord. Shkupje është rekord. Me mos pagesë. Okej. Por ata më mirë bie shkurt dishesim, si thoshin në Shqipëri, edhe për salën, edhe për lalën. Edhe njerë, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëma.